Mungesa një terminali për autobusët është kthyer në një problem shqetësues në qytetin e Shkodrës, çka ka bërë që pranë qendrës së qytetit të krijojnë jo pak probleme në qarkullimin e automjeteve. Çdo ditë 10 autobus që sjellin shumë turistë nga Malizi, por edhe nga vende të tjera të Europës, parkojnë në këtë zonë të qytetit, duke krijuar një kaos të vërtet. Një situatë e tillë është shqetësuese për qytetarët. Për televizionin Rozafa ata shprehen se duhet caktuar një vend parking për këto autobus, pasi parkimi i tyre në qendër të qytetit ndikon negativisht në lëvizjen e automjeteve të tjerë. Nuk është normale fare. Mendoni se duhet gjetur Duhet gjetë një vend që të jetë më përqendruar anash qytetit, diku afër që të lidhet me rrjetin tjetër të mbrëmshëm e tjerë kështu. Po, normale se e problem shqetësues. Shka duhet vendin e vetë. Shteti është ai kryesori, veni këtu që jeton, se nuk mund ta bëj ligjin unë, e bën shteti. Masi trotuarët janë peshin e vetë, rrugët janë ngushta vedin e vetë, autobus në alhin ku don vetë. Po shumë shqetësuese, po çmë bë kush na pyet ne herën. Të rrinë si mas shefit. Si t'ju teket, ku ti teket me vunë, unë e vere vetë, du me ndalu ose du me ecë, vjen makina më vutet për para kamve mazë edhe se ndalet pak të 1 sekund. Du të pas një parkim për autobusa për gjithë shka. Normale aja punë. Situata është më problematike sidomos në sezonin e verës, kur edhe qarkullimi i automjeteve dhe ardhja e turistëve nga vende të ndryshme është më e lartë. Prandaj krijimi i terminaleve për autobusët është tepër i domosdoshëm.